Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim miratoi të njëjtën një program që synon të ndihmojë Shqipërinë në përpjekjet e saj për të zhvilluar energjinë e erës në det të hapur. Në dokumentin e bankës theksohet fakti se sistemi energjetik shqiptar dominohet nga hidrocentralet që përbëjnë 95% të kapacitetit të instaluar të vendit, me një total prej 2096 MW të instaluar, duke bërë kështu Shqipërinë vendin me pjesën më të lartë të gjenerimit të energjisë rinovueshme në Europën juglindore. Kapaciteti instaluar hidroenergjetik përfshin kryesisht implante të mëdha mbi 10 MW që prodhojnë 1904 MW, ndërsa implantet e vogla hidroenergjetike arrin në 192 MW. Sipas Bergh, varësia nga sistemi hidro konsiderohet të bëhet më kritik për shkak të ndryshimeve klimatike, me stim verore gjithnjë më të nxehtë dhe të thatë, kur reshjet janë në sasinë e tyre më të ulët dhe kërkesa për energji elektrike është në nivelin e saj më të lartë. Zakonisht në korrik dhe gusht, sipas Bergh, Shqipëria regjistron nivelet më të larta të importeve, duke qenë se nuk ka reshje të mjaftueshme për të prodhuar energji elektrike nga hidrocentralet. Si rezultat, vendi synon të diversifikojë burimet e gjenerimit, ku energjia diellore dhe e erës janë dy burimet më prioritare që do të zhvillohen në periudha fatshkurtër, si pjesë e një tranzicioni më të gjerë drejt një sistemi energjetik të qëndrueshëm dhe të dekarbonizuar. Diversifikimi i prodhimit përmes centraleve të erës në det të hapur si teknologji ka përparësi të tilla si prodhim më i qëndrueshëm dhe i parashikueshëm, si dhe plotësim më i madh sezonal dhe ditor i kërkesës. Eksplorimi i kësaj teknologjie sjell një zhvillim të rëndësishëm dhe koherent të prodhimit të energjisë në vend, përfundon dokumenti i miratuar nga Bergh. Aktualisht në Shqipëri nuk prodhohet energji nga era, ndërsa në fund të vitit të kaluar, pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë mbërritën 2 aplikime për ndërtimin e centraleve për prodhim nga ky burim energjie. Të dy projektet janë parashikuar të zhvillohen në bashkinë Vahu-Ideës, teksa kapaciteti i parashikuar për të instaluar në njërin projekt është 22.8 MW, ndërsa në tjetrin 17.1 MW. Aplikimet të ngjashme u paraqiten edhe më herët gjatë vitit të kaluar për centrale të mëdhenj eolik. Njëri prej tyre përfshinte një kapacitet të instaluar për 120 MW, ndërsa tjetri 55 MW. Sipas të dhënave nga enti rregullatori i energjisë, aktualisht janë vetëm 2 kompani të licencuara në prodhimin e energjisë elektrike nga era, por implantet nuk kanë hyrë ende në prodhim. Në korrik 2023, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë shpalli projektet fituese të Ankandit për parqe eolike, duke kualifikuar 3 kompani me kapacitet total prej 222.48 MW.